Bismillahirrahmanirrahim. Në këtë muaj të begatë të Ramazanit, kemi nevojë për të kuptuar një stacion të veçantë njeriut. Në përgjithësi, njeriut kur i mingojnë informacione të ndëruar, automatikisht aktivizon dy procese të tjera, ose imagjinatën ose emocionin. Dhe normalisht, sa më pak informacion të kesh për gjërat, sa më pak dije, sa më pak vetëdije të kesh, aq më shumë futesh në një botë tjetër që është bota e imagjinatës. Bota e hamendësimit, bota e supozimit, bota e krijimit të iluzioneve të caktuara për shumë çështje. Jo më kohë dhe Kur'ani famlar na flet për një proces të veçantë që ndodh ke njeriu. Zoti thot në Kur'an: "Innama shaytanu yu'idukumul faqr." Djalli thot me ju, ka një pikë të cilën ai e njeh mirë dhe bën një goditje të drejtë për drejtë. Ju kërcënon juve me fukarallëk. Pra, djalli luan një rol të veçantë në hapësirën tonë si njerëz, duke goditur një pikë shumë të veçantë. Kush është? Ajo frika që njihet imagjinare. Dhe është e vërtetuar që njeriu ne tram më shumë frika imagjinare sa ajo konkrete. Për shembull, po të keni vënë re që njeriu në jetën e tij të përditshme po të krijojë disa iluzione, të mbajë për një kohë gjatë, imagjinata të caktuara, supozime të caktuara, fillon dhe i beson më shumë imagjinatës sa asaj që shikon konkret. Dhe Zoti na tërheq në vëmendjen që djalli luan shumë me frikrat imagjinare të njeriu, sidomos për varfëri. Dhe e shtyn atë që të bëhet i varfër dhe kur s'është i varfër, të bëhet egoist dhe kur s'ka pse të jetë egoist, të ketë frikë për çdo gjë edhe pse s'ka pse të ketë frikë. Ai futet në një konkurrencë të fortë me botën, ai është në garë me njerëzit. Ai nuk është në bashkëpunim, ai nuk është në harmoni me botën, ai është në garë. Pse është në garë? Sepse ka frikë. Pse ka frikë? Nuk e dim pse, sepse është në botën e iluzioneve, është në botën e imagjinatës. Prandaj njeriu duhet ketë kujdes diçka që të balancojë midis vizionit që ndërtohet mbi informacion konkret dhe imagjinatës që e dërgon njeriu në dëm. Njeriu nganjëherë për shembull edhe për njerëz të caktuar, ke vënë re për shembull ku nuk e njeh mirë, çfarë bën? Shpik imagjinat për të. Ky mund të jetë kështu, ky mund të jetë ashtu, po herë ose është e vërtetuar që njeriu imagjinon veten e tij tek tjerët, quhet projeksion, njeriu projekton veten ke tjerët. Dhe shumë herë disa probleme apo defektet e njerëzve, ne i shikojmë sepse i njohim mirë ke vetja jonë, apo jo. Ky muaj për këtë vjen. Njeriu të shmang mendimet e gabuara, të shmang imagjinatat pa vend, të shmang supozimet që nuk janë, po të jetë realist me këmbë tokë. Të njoh jetën ku është, kuptoj rrethanat ku është dhe të shikoj përpara drejt asaj që e pret me e madhja, që është Zoti. Ky muaj na fton neve që të jemi më real se kur, më shumë të vërtetë se kur me veten tonë, me realitetet tona. Keni vënë re për shembull disa probleme të vogla, duke qenë se i mbani gjatë bëhen shumë të mëdha. Disa probleme që mund mos jenë probleme, ne i zmadhojmë, i bëjmë një hiperbolizim të jashtëzakonshëm dhe na duken sikur pesha aty është shumë e madhe, sepse në fakt ka hyrë bota e imagjinatës ke ne. Pra po luan një rol komplet tjetër. Prandaj në këtë Ramazan unë ftoj që më shumë të heqim frikrat imagjinare njëherë, të heqim supozimet imagjinare, mendimet e gabuara. Dhe shpresa më e madhe dini ku është? Kjo që thot Zoti. Zoti thot profeti sallallahu alajhi wasallam, e shpërblen një njeri vetëm pse mendon për mirë. Pra e shpërblen një njeri vetëm pse mendon për mirë, edhe nëse nuk i jepet mundësia ta bëjë atë, dhe e fal atë. Nëse i vjen pa dashje një mendim i gabuar dhe nuk e kryen atë. Prandaj në këtë muaj, në këtë agjërim të begat, le të mendojmë mirë mbi gjitha. Të heqim frikrat imagjinare dhe të zbresim me këmbë tokë, të lutim Zotin që është i plot fuqishëm dhe sa më pak të friksohemi nga ato gjëra që nuk i dim se si janë, sepse çdo gjë është në dorë të Zotit.